Përshëndetje të dashur miq. Sot dua t'ju njoh me disa bimë shëruese dhe t'ju njoh me benefitet e tyre shëndetësore, shpirtërore dhe me një përdorim të thjeshtë të secilës prej tyre. Duke filluar me sherebelën. Sherebela është një bimë shumë e njohur medicinale e cila ka veti shumë të fuqishme, antibakteriale, ka veti shumë të fuqishme që t'ju ndihmojë të riktheni kujtesën tuaj, ndihmon persona të cilët kanë probleme me mbidhjersitjen. Gjithashtu ndihmon shumë edhe në rikthimin e kujtesës nëse ju pini çaj sherebele. Këto ishin benefitet shëndetësore. Ndër benefitet shpirtërore mund të përmendim pastrimin e energjisë. Nëse ju dishni disa gjethe sherebel dhe edhe mund ta kaloni nëpër të gjithë shtëpinë tuaj apo rreth vetes tuaj, bën një pastrim shumë të fuqishëm të energjisë tuaj nga energjitë negative. Gjithashtu njihet për forcimin e intuitës, por edhe për qetësimin e mendjes, të shpirtit, qetësinë emocionale. Gjithashtu harmonizon edhe hormonet, pra balancon hormonet, diçka që vlen për të theksuar. Këto janë disa nga benefitet shpirtërore dhe shëndetësore të sherebelës. Ka vërtet shumë efekt të fuqishëm, kështu që unë mendoj që bimët kanë fuqinë të na shërojnë dhe nëse ne vërtet e besojmë dhe i përdorim ato siç duhet, atëherë do të përfitojmë dhe ne nga benefitet e tyre të magjishme. Si ju mund ta përdorni një metodë shumë e thjeshtë, është çaji, pra nëse ju zjeni gjethet e sherebelës dhe pini çajin. Gjithashtu lëngu i sherebelës, pra lëngu i përftuar i çajit, është shumë i mirë edhe për infeksionet e fytit apo për problemet me mishrat e dhëmbëve, nëse ju do të bëni gargare me të. Këto janë gjërat më kryesore që unë do të mund të thoja rreth sherebelës dhe që kanë gjetur përdorim edhe të jetën time, sidomos në lidhje me pastrimin energjetik që ajo ofron, por edhe në lidhje me benefitet që ofron çaji sherebelës. Le të kalojmë tani tek dafina. Gjethet e dafinës janë shumë të fuqishme. Edhe këto pashtu janë preferuarat e mia, si kanella. Ndër benefitet shëndetësore që mund të përmendja janë vetitë antiinflamatore. Është një shqetësues natyral. Dafina njihet për efektet shëruese dhe qetësuese të saj, sidomos nëse pini çajin e dafinës. Gjithashtu ndihmon shumë në pastrimin e rrugëve të frymarrjes. Nëse ju për shembull zjeni gjethe dafine dhe do të merrni nga avulli që lëshon në zjerje, do t'ju pastroj kompletësisht rrugët e frymarrjes. Ndër benefitet të tjera që mund të përmendja, do thoja benefitet shpirtërore. Benefitet shpirtërore të saj janë pastrimi i energjisë, edhe kjo në rast se ju dishni gjethet e dafinës, por më e rëndësishmja, që mua më pëlqen shumë, është manifestimi dhe ju ndihmon vërtet shumë të manifestoni dëshirat tuaja. Merrni një gjethe dafinën dhe të shkruani në të çfarë ju doni të manifestoni. Sigurisht mund të jenë gjëra të ndryshme, unë po bëj dy shembuj. Okej, nuk e di sa mund ta lexoni, por për shembull kam shkruar, ndoshta është e mbrapsht. Para dhe dashuri. Ose mund të shkruani çfarë do lloj gjëje tjetër që juve dëshironi, miqësi, shëndet, prosperitet në përgjithësi, por e mira është të jeni specifik, për shembull specifikisht çfarë ju doni. Mund të shkruani sa gjethe të doni, sa gjethe dafine të keni dhe sa dëshira ju të keni. Dhe në hënën e re do ta këshilloja shumë që ju t'i dishnit, duke ndezur edhe një qiri, t'i dishnit këto gjethe për të dërguar këtë mesazh të fuqishëm në univers, sepse ty mi që lëshohet nga djegja e dafinës do të dërgoj mesazhin tuaj dhe dëshirën tuaj në univers dhe ajo do të realizohet. Por është shumë e rëndësishme për këtë të besoni, të keni një enë e cila duron djegjen, që të jeni të sigurt teksa e kryeni këtë si ritual. Dhe mund të shtoni dhe kanellën, në pluhur kanelle ose kanellë shkop, nëse ju dëshironi që të manifestoni dashuri apo të rishni energji të bukura në jetën tuaj. Duke vazhduar me kanellën. Kanella është një bimë e mirënjohur për vetitë e saj shëruese dhe magjike. Duke filluar që me balancimin e sheqerit në gjak, që është ndër benefitet shëndetësore më të mirënjohura të saj. Pra balancon sheqerin në gjak për të gjithë ata që vuajnë nga diabeti, sidomos i tipi 2. Gjithashtu ka veti që ndihmon në tretjen, ndihmon në ngrohjen e trupit, të shpirtit, të zemrës, nëse ju pini një çaj të ngrohtë me kanellë, por edhe mjafton që ta përzjeni, domethënë ta vendosni kanellën edhe me bimë të tjera kombinuese, me të cilat ajo shkon, ka veti të fuqishme antiinflamatore, antibakteriale. Siç e përmendim, ndihmon edhe në tretje, largon fryrjen në stomaku, ndihmon po ashtu në fokus dhe në inteligjencë. Diçka tjetër që mund të përmendja, këto ishin benefitet shëndetësore. Benefitet shpirtërore kanë të bëjnë me
Manifestimin ju ndihmon vërtet shumë me ligjin e tërheqjes, ju ndihmon vërtet shumë me tërheqjen e dashurisë specifikisht në jetën tuaj. Është shumë e lidhur me frekuencën e dashurisë. Gjithashtu rrit energjinë tuaj jetësore që qarkullon tek secili prej nesh, që është prana, ndihmon shumë në përmirësimin e kësaj energjie dhe në shtimin e kësaj energjie, ofron mbrojtje energjetike edhe kanella dhe mund të përdoret pra në çaj, thjesht zjeni shkopin kanelle. Mund ta përdorni kanellën shumë mirë edhe si pluhur në gatimet tuaja, në ëmbëlsirat tuaja, pijet tuaja të preferuara. Pra ka përdorime të gjerësishme, duke qenë se kombinon me ushqime të ndryshme. Kështu që nëse ju e preferoni kanellën, aq më mirë akoma që ju ta përdorni çdo ditë dhe të përfitoni këto benefite të mrekullueshme të saj. Duhet përmendur në fakt që për secilën prej këtyre bimëve shëruese, ato vërtet po ju shërojnë dhe po ju ofrojnë diçka falas, por ju duhet që ti respektoni dhe së paku ti falenderoni, sepse kështu ato mund t'ju ndihmojnë më mirë dhe kështu benefiti do të përfitohet më së miri. Pra nëse ju i falenderoni, qoftë edhe gjatë konsumit të tyre, qoftë edhe gjatë përdorimit të tyre, ju t'i falenderoni këto bimë, të cilat po ju ofrojnë këto veti shëruese, energji shëruese, kode shëruese dhe ato do të ishin shumë të lumtura të ndihmonin. Le të kalojmë tani tek një. Në fakt kjo është në formë vajore, por është shumë interesante dhe duhet ta ndaj me ju sepse është shumë i fuqishëm dhe është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Vaji i kastorit. Unë së fundmi e kam bler në këtë paketim në formë vajore, sepse kështu mund ta gjeja. Është vërtet shumë i fuqishëm për sa i përket tretjes, ju ndihmon shumë me tretje, me kapslloku. Gjithashtu është një mik shumë i mirë i flokëve tuaj, se ju e përdorni në flok vajin e kastorit, do t'ju ndihmojë vërtet shumë që të rrisni flokët tuaj të shëndetshëm, të bukur dhe të shëndritshëm. Nga ana tjetër, benefitet shpirtërore që mund të përmendja janë ndihmon shumë largimin e bllokimeve energjetike. Duke qenë se nëse ne për shembull kemi bllokime energjetike, ato do të fillojnë të shkarkohen diku në trup ose thjesht të ngecet energjia diku në trup. Dhe në këtë moment kemi dhimbje të pashpjegueshme në disa pjesë specifike të trupit. Sigurisht nëse ju keni për vizita, për shembull tek mjeku dhe nuk ju ka dalë asnjë lloj problemi, atëherë ky lloj problemi duhet adresuar tek pjesa energjetike. Dhe në rast se ju keni dhimbje të tilla të pashpjegueshme, probleme shëndetësore të pashpjegueshme që mjeku nuk ju jep dot zgjidhje, do të thotë që është një problem energjetik dhe duhet bërë një punë energjetike që t'ju ndihmojë ju ta çlironi këtë lloj energjie. Por ju shumë mirë mund ta përdorni vajin e kastorit vetë në shtëpi për të ndihmuar me këtë dhe në fakt nuk është se ju kushton asgjë, edhe sikur nuk ju bën, vetëm të mirë ajo sjell. Nëse ju e ngrohni pak vaj kastori dhe ose qoftë edhe në këtë gjendje siç është. Dhe me pambuk, do të masazhoni pjesën ku juve ju dhëm. Për shembull ju dhëm kyçi i dorës. Do ta masazhoni. Yes. Ose thjesht edhe me dorë. Do ta masazhoni me vaj. Do t'ju ndihmojë vërtet shumë të largoni këto dhimbje. Dhe ju duhet ta mendoni që po e bëni me këtë qëllim. Nga ana tjetër, mund ta pini vajin e kastorit në mëngjes, shumë pak, 2-3 pika ose ndoshta gjysmë lugë kafeje. Por kjo domethënë varet nga nevoja tuaja, nëse ju keni teprit yndyrë, duhet të jeni pak më të rezervuar. Gjithsesi, varet nga individ në individ, por vaji i kastorit është shumë i mrekullueshëm dhe doja këshilloja të gjithëve ju që ta përdornit. Kalojmë tani te një përzierje që unë e kam përgatitur vetë, duke qenë se më pëlqejnë shumë këto përzierjet e bimëve, shërimin nëpërmjet bimëve dhe edhe vetë më kanë dhënë vërtet shumë benefite, familjes time po ashtu dhe njerëzve të cilët unë i kam ndihmuar në lidhje me këtë pjesë. Sigurisht, pasi mjekët nuk gjejnë zgjidhje, ne do drejtohemi tek miksia e bimëve që gjithmonë është aty duke na pritur me krah hapur dhe na ndihmon vërtet shumë. Atëherë, kjo është një përzierje me vaj ulliri, rozmarin dhe piper. Përveç shijes së mrekullueshme që i jep çdo lloj gatimi, ju a garantoj këtë. Unë kam bërë dhe kombinime të tjera në fakt me bimë të ndryshme, por sot po ju tregoj vetëm këtë. Përveç pra shijes shumë të mirë që i jep gatimit, gjithashtu ka dhe benefite të mrekullueshme shëndetësore dhe shpirtërore. Ndër benefitet shëndetësore do përmendja vajin e ullirit si detoksifikuesin, do thoja më të mirë, i cili largon toksinat nga trupi juaj. Do të përmendja i ka vetin të ndihmojë në lidhje me tretjen e stomakut
dhe piperin e zi I cili ka vetin që t'ju ndihmojë të thithni të gjitha këto elemente ushqyese apo veçanërisht antioksidantëve. Dhe ky kombinim I fuqishëm gjithashtu të treja këto janë kundër kolesterolit të keq dhe pro kolesterolit të mirë. Dhe ky është një kombinim shumë I fuqishëm, do thoja, nëse ju e përdorni qoftë në gatim, por qoftë edhe të pini një lugë çaj ose një lugë kafeje, por mund të merrni edhe një lugë gjelle nëse ju nuk keni asnjë problemi shëndetësor në lidhje me yndyrnat. Është ilaç në vetvete. Babai im e përdor çdo mëngjes, pi një lugë gjelle, ndonjëherë edhe dy, sa dëshoni them ose tepro, por gjithsesi nuk ka ndonjë problem në lidhje me këtë pjesë. Dhe është shumë I lumtur, përdor çdo kombinim timin, sepse e ka vërtet shumë qef pjesën e këtyre kurave të shëndetshme. Dhe jam shumë e lumtur për këtë, duke qenë se mamaja ime nuk është se I kushton kaq shumë rëndësi, duhet jem unë ajo që të tiri nga mbrapa dhe t'i them që bëj këtë bëj atë, ose kjo është e shëndetshme, kurse babai im është shumë I fokusuar te kjo pjesë. Këto pra ishin disa nga kombinimet e bimëve shëruese apo disa, sepse në këtë rast kemi dhe vajra shëruese, të cilat ju ndihmojnë vërtet shumë nëse ju dëshironi të gjeni një shërim me mjete që natyra vetë na I ofron lirisht dhe përse jo, ato vetëm të mira na sjellin, sidomos nëse I konsumojmë në moderim çdo gjë dhe në mënyrën e duhur. Këto ishin benefitet shëndetësore shpirtërore që unë kam menduar të përmend të disa prej tyre. Nëse ju keni interes, unë mund t'ju tregoj edhe të tjera ose mund të ndaj me ju të tjera bim në varësi të kërkesave. Jam shumë I lumtur që ndam këto minuta së bashku dhe që më dëgjua deri më tani. Dhe do të isha shumë I lumtur të ishit pjesë e komunitetit tonë ku ne ndajmë informacione të tilla rreth shëndetit, rreth shërimit holistik, rreth spiritualitetit, motivimit, ndryshimit të perspektivës suaj për të pasur një perspektivë më të gjerë, ndryshimin e mentalitetit për të qenë më të lumtur dhe në paqe me veten tuaj. Faleminderit që jemi në videon tjetër.